Lugina e Valbonës, pjesë e parkut kombëtar Alpet të Shqipërisë, është ndër destinacionet më të frekuentuara nga turistët vendas dhe të huaj në çdo stin të vitit. Gjastinës së dimrit, rreshtet e Dëborës e shndërrojnë parkun në vend magjik, ndërsa rruga mirëmbahet vazhdimisht për të mundësuar qarkullimin pa ndërprerje të vizitorëve. Kreu i qeverisë ka ndarë pamje nga parku i Valbonës, tashmë i mbuluar nga Dëbora. Kjo zonë me bukuri të rrallë është e preferuar jo vetëm nga turistët vendas, por edhe nga turistët e huaj, të cilët parapëlqejnë të njihen edhe me zakona apo tradita të fshatrave më verior të vendit. E kthyer në një oazë shlodhës në lartësinë e 800 metrave mbi nivelin e detit, parku kombëtar i Valbonës nuk njeh stin me vizitorë të shumë në çdo periudhë të vitit. Natyra e këtij parku ofron mundësi për turizëm gjithvjetor. Në pjesën e brendshme të parkut ka mjaft shpella interesante, nga të cilat dallohet shpella e Dragobis. Ka një klimë malore me dimër të ashpre e rreshtit të pasura shiu e Dëbore dhe me temperatura të ulta si në periudha të gjata me ngrica dhe me era. Vizitorë të shumë të ardhur nga vende të ndryshme të botës, si dhe të tjerë të ardhur nga vise të ndryshme të vendit e Kosova, janë të pranishëm çdo ditë në pikën turistike gjithvjetore të Valbonës, një zonë turistike që ka fituar një emër të mirë përmes mikpritjes dhe qetësisë që ajo ofron. Parku kombëtar i Valbonës ofron një kompleksitet bukurish interesante, ashtu siç janë vetë Alpet shqiptare. Lugina e Valbonës është shpallur park kombëtar në janar të vitit 1996. Ky park ka një sipërfaqe prej 8000 hektarësh dhe konsiderohet si mrekullia e Alpeve, ndodhet 25 deri në 30 kilometër në veripendim të qytetit të Bajramcullit, qendra e rrethit të Tropojës. Kufizohet me parkun kombëtar të Thethit dhe zonat natyrore të mbrojtura Lumi i Gashit. Territori i tij përshkohet nga rruga automobilistike Bajramculli, Dragobi, Valbon e Çerem. Ka maja të larta e të thepisura dhe për çdo stin ndërron koloritin e ngjyrave dhe duke paraqitur një dinamik të jashtëzakonshme imazhesh në kushtet e një lugine plot të papritur e me shumë labirinte.